Prej orëve të para të mëngjesit, siç ju shikoni, bashkë me kryetarin e bashkisë në ndërtorin e policisë të qarkut Fierit dhe forcat operacionale të shërbimit zjarrfiks bashkisë Mallakastër, Patos, Fier, Berat dhe forcat e emergjencave civile, forcat vullnetare, jemi duke luftuar me flakët në fshatin Rabin. Pra ka qenë një situatë mjaft dramatike, shumë e vështirë, por ajo çfarë ne kemi bërë të mundur është që kemi siguruar të gjithë jetët e njerëzve, të baktive, pra gjës gjallë dhe kemi duke evakuuar ato, duke mos u dëmtuar asnjë nga ata, por edhe banesat deri në këto momente nuk është prekur asnjë banesë nga zjarri. Vlen të theksoj shumë dhe të falenderoj çdo forcë reaguese në këtë zjarr masiv, pasi ka qenë një zjarr i përmasave shumë të mëdha, me temperatura të larta, me flak që kanë përpirë dhe kanë marrë përpara hektar me pisha, edhe me ndihmën e 2 helikopterëve që kanë punuar përgjatë gjithë ditës sot, ne kemi bërë të mundur që deri në këto momente vatrën e zjarrit ta mbajmë të menaxhueshme brenda perimetrit të banesave të fshatit gjithmonë. Vatra vazhdon të jetë aktive, do punojmë përgjatë gjithë ditës, por edhe nëse është e nevojshme edhe përgjatë gjithë natës deri në izolimin e plotë të saj. Sa është sipërfaqja e përshkruar deri këtu? Nuk mund ta përcaktojmë, por mendoj që Diku 15 hektarë. 15 hektarë, ndoshta edhe më shumë, mund të jetë e përfshirë, pasi jemi akoma duke shuar zjarrin dhe nuk kemi marrë akoma për të parë se sa sipërfaqe është djegë. Kemi djegje sipërfaqësore më shumë se sa djegje të thellë, pasi zjarri ka qenë i menjëhershëm dhe ka agrovuar në një kohë shumë shkurtër si pasojë e ndihmës nga era e fortë që ka qenë në mesditën e sotme. Dhe po janë evakuuar 20 familje. Ku do të kalojnë natën sot? Atëherë, të gjitha familjet do të merret patjetër që me familjen do të merret bashkia për të bërë të mundur akomodimin e tyre, por për momentin të gjitha banesat e tyre janë të paprekura nga zjarri. Nëse ne do shikojmë të arsyeshme që zjarri nuk ka probleme me këto banesa, do të kthehen në banesat e tyre, kjo vetet për të vlerësuar nga ana jonë dhe nga grupi specialistëve që janë në terren.